O e duhet të gjejë një zgjidhje dhe të bëjë një hap mbrapa për sa i përket naftës ruse dhe kjo ndoshta do stabilizonte çmimet e naftës Po edhe pak kjo për një kohë të shkurtër apo jo? edhe kjo për një kohë të shkurtër, por që urojmë gjithmonë që ky konflikt të jetë Të i zjarë përkohshëm, sa më pak. ka deklaruar zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara që tha që duhet ta mbyllim shumë shpejt. Zoti Muço, se ndonjëherë përqendrohemi vetëm te çmimi i naftës, po themi, apo te ndikimi i drejt për drejt vetëm në këtë aspekt. Por nuk duhet të harrojmë që pa diskutim çmimi i naftës lidhet drejt për drejt më pas edhe me çmime të tjera. Pra, në momentin që ne kemi rritje të çmimit të naftës, çfarë ndodh paralelisht, zoti Muço, për ta shpjeguar edhe pak po themi në ndër efektet e tjera që mund të sjellë, sepse pak a shumë po marrim të gjitha projeksionet. Pra, po marrim për të mirë qenë për një moment që le të shpresojmë që mos jetë kështu, por që kjo situatë mund të vazhdojë edhe për disa kohë. Ku tjetër do të ndihen efektet? Aspekti i parë lidhet direkt me pjesën e logjistikës, duke qenë që ne jemi një vend që ofrojmë kryesisht shërbime, prodhimi tek ne është relativisht i ulët, Po. varemi kryesisht nga importet, automatikisht ka një impakt tek të gjitha në momentin që reflektohet rritja e çmimeve të logjistikë, automatikisht kjo pastaj shkakton një rritje të gjitha çmimeve. Aspekti i dytë ka të bëjë me energjetikën në kompleks, jo sepse prodhohet energji me anë të naftës, po një pjesë e vendeve që dhe ne importojmë energji në momente të saktuara prodhojmë me gaz, kështu që rritja e çmimit të naftës do të thonë në mënyrë direkte apo indirekte edhe te rritja e çmimit të gazit, duke qenë që janë produkte shumë të ngjashme. Automatikisht kjo bën pastaj në rritjen e çmimit të energjisë, rritje e çmimit të energjisë dikon pastaj në shumë sektor të ekonomisë. Thelbi në vetvete për te të gjitha këtyre aspekteve është dhe efekti psikologjik në momentin që ne kemi kaluar shumë kriza energjetike, po të fundit ishin të rëndësishme të këtyre nivelet të ndryrë në lindjen e mesme ka qenë e 78-s së fundit, por që pam çfarë ndodhi me luftën në Ukrainë.